Hamasi ka refuzuar zyrtarisht propozimin më të fundit të armëpushimit nga Izraeli, duke deklaruar se nuk do pranojë një marrëveshje të pjesshme që nuk garanton përfundimin e luftës dhe tërheqjen e plotë të trupave izraelite nga Gaza. Kryenegociatori i Hamasit, Halil Al-Haya, akuzoi kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu se ka paraqitur një ofertë me kushte të pamundura për një marrëveshje që nuk çon në përfundimin e luftës apo tërheqjen e plotë. Aktualisht Hamasi mban 58 persona të rrëmbyer pas sulmit të 7 tetorit 2023 në Izraelin jugor, për të cilët besohet se 24 janë ende gjallë, raporton The Guardian. Në ofertën më të fundit, Izraeli kishte propozuar lirimin fillestar të 10 pengjeve në kombin të një armëpushimi 45 ditor dhe lirimit të burgosave palestinez me premtim për diskutimet më tejshme për përfundimin e luftës dhe rivendosjen e ndihmave në Gaza. Kanë marrë në kontroll rreth 30% të Gazës, përfshirë pjesë të Rafahut. Pas refuzimit të marrëveshjes nga Hamas, ministri i financave Bezalel Smotrich deklaroi se ishte koha për të hapur portat e ferrit ndaj Gazës. Më herë gjatë javës, Katz kishte parajmëruar për shkallëzim të konfliktit me forcë të jashtëzakonshme nëse pengjet nuk lirohen.